qenë një vit shumë i suksesshëm për mendimin tim, një punë e madhe e stafit, lojtarëve. Besoj se grupi është më i bashkuar se kur. Kjo ka treguar rezultatet në fushën e lojës, sa gola kemi pësuar, edhe fitoret që kemi marrë, fitore shumë të vështira, gjithashtu edhe aq të bukura. Mendoj se ndeshja me Serbinë ka qenë edhe më e vështira dhe më e bukura njëkohësisht, pasi ne kishim kombin mbi vete, luanim për gjithë Shqipërinë edhe mendoj se kemi bërë një punë shumë të mirë me atë fitore në Serbi, kemi shkruar histori. Jo, jam shumë i kënaqur me veten time, pasi më është dhënë mundësia dhe kam shfrytzuar më së miri, po mendoj se gjithë grupi ka bërë një punë shumë të mirë dhe mendoj se meritet janë gjithë lojtarëve, gjithashtu edhe imja. Dhe besoj që, siç thash më parë, jemi një grup shumë i mirë, i bashkuar edhe jemi një familje këtu. Po, në Poloninë ne kemi bërë një ndeshje shumë të mirë atje, mbaj mend ndeshjen që kemi rafur atje 1-0. Mendoj se shanset janë, nuk është se po luajmë kundër Gjermanisë, Anglisë, që Francë, që shanset janë më të pakta. Me Poloninë kemi shanse të barabarta, pastaj në fushën e lojës kush do gabojë më pak, ata do fitojnë ndeshjen. Unë do preferoja Ukrainën. Do ishte një ëndër normal për gjithë shqiptarë, sidomos edhe për mua, i cili jetoj atje në Amerikë, do ishte një gjë shumë e madhe, do ishte arritje më e madhe për mua në karrierën time. Edhe mendoj se shanset janë, siç thashë më para, duhet të shfrytëzojmë mundësitë tona, sepse mundësitë gjithmonë janë në futboll, duhet të shfrytëzojmë mundësitë tona dhe t'i realizojmë ato. Jo, stadiumi Hyusi nuk është aq shumë i madh, është i mbledhur si stadium, është i bukur, domethënë, për të luajtur. Mendoj do ishte shumë gjë e bukur, siç më para, të vinin tifozë edhe nga Austria për të mbështetur Shqipërinë. Jo, normalisht unë gjithmonë kërkoj më shumë nga vetja dhe jam akoma i uritur për të shënuar gola dhe për të arritur suksese dhe mendoj se ky vit ka mundësi për të bërë akoma dhe më mirë. Jam i kënaqur, po do thoya që ka mundësi edhe për më mirë akoma. Për sa i përket ardhes time, kam kontratë me ekipin Austria, 3+1 kontratë, kështu që nuk i dihet kur të ardhmes, po unë mendoj se jam i fokusuar 100% tek Austria.